Alaudini, i Big Brother, Alaudini? po, Alaudini. Po, Alaudini ka shije? Ramush Haradinaj, sot bile kam shkruar me Ramushin, të më dërgosh Tesha Flami më ka shkruar. Kryesisht klientela janë shqiptar apo Më shumë gjerman. Janë më shumë gjerman. Po. Po shqiptar kemi? Pak. Këtu do ta ndryshojmë, Duhet ta ndryshojmë patjetër. Kush ka qenë personazhi më i famshëm që ka veshur Flami? Ka shumë, po, më i famshëm, oh my god. Ose një person që ka surprizuar, ke thënë ti, wow. Boksera, muzikant, Alaudini, i Big Brother, po, Alaudini. Alaudini ka shije? Ramush Haradinaj, sot bile kam shkruar me Ramushin, të më dërgosh Tesha Flami më ka shkruar. Në të vërtet. Po. Këto janë dy personazhe që ti sapo the, janë personazhe që identifikojnë shumë me modën, edhe kjo do të thotë që pëlqehet, edhe pëlqehet nga njerëz që e kuptojnë modën. Po, normal, dhe jam i lumtur që kam hambur këtë brandin, por veç e di, si thuan, veç shpirti im e din sa djerës kam hedh për ta realizuar. Po, për ta realizuar. Është me të vërtet shumë një rrugë e gjatë. Cila është pjesa më e vështirë të qenurit në industri? Më e vështirë të gjesh një herë një producent,